Lumi i Valbonës dhe lumi i Vjosës kërcënohen nga diga dhe ndërtimi i heceve të shumt, ndaj bijtë e saj dhe qytetarët atyre zonave janë grumbulluar në Tiranë në shenjë proteste për të anuluar shkatrimin de facto të natyrës së virgjër dhe ndryshuar rrjedhën normale të lumenjve. Protestuesit pa ngjyrime politike hodhën akuzën ndaj kryeministrit dhe opozitës për pazaren në kurrizet e natyrës së vendit. Ne i kërkojmë qeverisë, shtetit ton, të anulloj vendimet për ndërtimin e hidrocentraleve, sepse ka 5-6 muaj që tropoja zinë, dhe jo vetëm tropoja. Ku është opozita? Ku është zëri i saj? Cili është qëndrimi i saj për këtë masakër që i ka nosët Valbonës? Ne jemi kundër dizajnimit të Valbonës nga delirant, nga figurina delirante, si Edi Rama. Vjosa dhe Valbona janë mbretëreshat tona. Nuk ka si lidhje direkte me kryeministrin, nuk ka si lidhje direkte me ish kryeministrin, kjo ka lidhje me drejtën e popullit, të drejtën e natyrës. Vllazërit tonë të Mallakastrës, të gjithë atyre që prekin nga lumi i Vjosës që bashkohen me ne, na jena bashkuar me ta, do jena deri në fund bashkuar. Dhe në emër të atij referendumi paralajmërojmë seriozisht që kushdo që do të hyjë të preki Poçemin, por dhe kushdo që do të hyjë të preki Valbonën, dhe ne jemi bashkë me ju tropojan atje në Valbonë, jetën e tyre japin, Poçemin dhe Vjosën nuk e japin. Jetën e japim, Vjosën nuk e japim. Uroj që qeveria të dëgjojë zërin ton dhe të anullojë në mënyrë të shpejtë këtë vepër dhe këto dëme që do t'i ngjerën barrë e madhe brezave të ardhshëm. Nëse nuk do të ketë një reagim nga institucionet, qytetarët e kanë vendosur rrugën që do të ndjekin, mosbindje civile dhe përplasje fizike me këdo që do të fillojë punimet për ndërtimin e digave. Protesta për këta dy lumenj u mbështet nga intelektualë dhe figura të njohura të dy qyteteve, ku rreziku nga hecet është evident çdo ditë.